Detajet e reja kanë dalë në lidhje me atentatin e ndodhur në fshatin Rril të Vlezhës, ku personat armatosur kanë qelluar me breshëri plumbash drejt mjetit ku udhtonte 54 vjeçari Agrom Puka. Dyshohet se 3 autorët kanë bërritur në vendin e ngjarjes me një Audi të bardhë dhe kanë zbritur nga automjeti duke qelluar në drejtim të makinës së shënjestrës. Plumbat kanë qelluar 54 vjeçarin në shpatull dhe në krahëror, i cili ndodhet në spital i jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, janë kamerat e sigurisë së një lokali pranë shkollës 9 vjeçare që do të hedhin dritë mbi këtë ngjarje të rëndë. Pamjet filmike janë marrë nga policia me qëllim identifikimin e autorëve. 54 vjeçari mësohet se është qelluar sapo ka lënë fëmijët tek shkolla kur atentatorët i kanë bërë prit. Ngjarja ndodhi në orët e mëngjesit. Në atë moment jashtë shkollës kishte edhe fëmijë të tjerë. Nxënësit dhe mësuesit e shkollës 9 vjeçare në Rril të Lezhës kanë lënë mësimin dhe janë larguar pas tronditjes që pësua nga atentati me automatik, por fatmirësisht nga të shtënat nuk ka pasur persona të tjerë të lënduar. Një nga dëshmitarët tregoi se të shtënat e automatikut u dëgjuan si në trazirat e vitit 1997. Të parë dëshmitar të ngjarjes ishin fëmijët, të cilët kanë theksuar se autorët kishin një Audi të bardhë. Ndër të tjera, sipas informacioneve mësohet se atentat morën pjesë 4 persona të maskuar, 3 kanë dalë jashtë makinës dhe njëri prej tyre ka qelluar. Policia ka dyshime për identitetin e njërit prej autorëve, i cili po kërkohet. Pista kryesore e hetimeve lidhet me një konflikt me sende të forta që ka ndodhur pak ditë më parë mes Agrom Pukës dhe disa personave të tjerë në qytetin e Lezhës.